Atëherë ka shumë mundësi që sipas lajmeve të fundit, qeveria shqiptare duke gdhirë dita e nesërme do të mbyll TikTokun. TikToku pra do mbyllet në Shqipëri, në territorin e Shqipërisë. Pra të gjitha akauntet që janë të hapura në Shqipëri dhe për gjithë shqiptarët që jetojnë këtu pra, TikToku nuk do të punojë më për 12 muajt e ardhshëm. Ky është vendimi i qeverisë shqiptare, qeverisë tonë të fortë. Kemi qeverinë e fortë dhe nga një herë i bi gjërave për shkurt, i futit mbyllur TikTokut dhe mendon se mund të zgjidhë problemet. Por don Zoti zgjidh dhe kështu. Megjithatë, përpara se ta mbyll të video, kjo mbas është video e fundit që do shikoni ju që jetoni në Shqipëri apo me akaunte shqiptare, desha t'ju heq një kuriozitet sepse më keni pyet çfarë do bësh, me çfarë do merresh, me çfarë do ashtu për gjithë ata që janë kaq të merakosur dhe s'po i zë gjumin natës se çfarë do bëj unë. Po ju shpjegoj, miqtë e mi, më gjeni çdo ditë në Fix Fare në Top Channel 1, më keni në YouTube, në kanalin tim YouTube, në Facebook, në Klapër, në Instagram, në gjithandej, unë jam gjithandej, por ajo që do t'ju habis tashi është që unë do jem edhe në TikTok. Se ka ca gjëra që qeveria nuk i mbyll dot. Një kjo, e para. E dyta, më vjen shumë keq për ju që keni akaunte shqiptar dhe që jetoni në Shqipëri, që nuk do më shihni, po unë do jem në TikTok e kam fjalën. Kështu që mund ju që jeni që jetoni në Shqipëri dhe nuk do keni më akses në TikTok, do më gjeni në Instagram dhe në YouTube. YouTube-in e keni tek Instagrami im, e keni edhe këtu te kjo faqja e TikTokut, bëjni subscribe. Kështu që mos u merakosni për mua, miqtë e mi, por analizoni drejt të situatën e TikTokut dhe do shihemi ose pas 12 muajsh në TikTok flas, ose pas datës 11 maj. E kuptoni vetë, se mund të hapet edhe pas 11 majit.